Strukturat e drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës kanë finalizuar operacionin e koduar Ndërmollasi 2 në kuadër të goditjes së veprimtarive kriminale në fushën e armbajtjes pa leje dhe të narkotikëve. Operacioni u zhvillua nga sektori për hetimin e krimeve të rënda në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit dhe forcat Shqiponia në drejtimin e prokurorisë së Shkodrës. Gjatë ndërhyrjes shërbimet e policisë ushtruan kontroll në banesën e një 29 vjeçari në fshatin Ura e Shtrenjtë, i arrestuar më herët në datën 14 shtator 2025 në kuadër të operacionit Ndërmollasi. Si rezultat i kontrollit u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 11 armëzjarri, 5506 fishek luftarak, 7 krehra për armëzjarri automatike dhe 6 krehra për pushk, 35 metra fitil detonator, 25.2 kg lëndë dyshuar narkotike kanabis sativa, 2 palë targa të huaja, njëra e Gjermanisë dhe tjetra Austrisë. Në vijim të veprimeve procedurale u arrestuan 29 vjeçari Sami Meaj dhe 31 vjeçari Selim Myrtja, të dy banues në fshatin Ura e Shtrenjtë. Sipas hetimeve paraprake, ata dyshohet se janë posedues të armëve dhe lëndës narkotike, si dhe bashkëpunëtor të 29 vjeçarit me inicialet RM. Në drejtimin e prokurorisë vijnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë. Materialet janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.